Jemi përsëri me Marinar Gjorgjin. Do na tregosh ku ke lindur ti dhe si u bëre marinar ti? Unë kam le Berat. Pa. Baba im ka ardhur këtu, aty ka qenë hotel Tirana më duket, apo jo? Hotel Tirana. Ka ardhur në vitin 1925, vitin 1525, po diku këtu ka ardhur baba, edhe ka pas bilet për në Amerikë. Një po aty ishte kafe poshtë, ato ishte finquni një baba. Ishin stanorë. Ishin stanorë ato, edhe i thanë, shikoj, thanë, si quen Shpiro i thote. Për qarë ri këtu? Presa një jetë, kam një jetë, se do iki në Itali, se atere ku ka pas, përshoj në Itali, nga Itali, përshoj në Amerikë. Shiko, tha, që këtë shumë i rritë. Po të propozojnë në për të tonë. Sa po mirë, po je i mërtonë, jo, po në të qartë. Po mirë, tha, në qofë se në gjejmë punë, tha. Rinë këtu, tha. Po, tha, risa. Shpinë të gjejmë ne, punën të punosh me ne, dhe plakë. Plakë. Baba ishte atere 17 vjetë, sa ishte. Bole atë punë. U njoftë me ato stanorët, ato në stanë i gjetë në shpi babas. Baba u detyrus, dëshirë me 100 rite, se ishte qënë, shkoj mori tamën. Mori dhe tamën edhe, mirë për ma vonë, kalimin e kohës, u rritë edhe, u martu. Po e morë edhe të qoqen, momën, e mori Berace. Edhe, nejtëm në naltën stanë, unë ja 50 vjetë atje. Pre stani, me që ishte murator, edhe shok ishte murator. Boni i shpi vetë, dhe u kesë do më flasë vetë, të shi si u lidhe ti me detin, si u bere marinar ti? A, unë marinar. Kjo më intereson. Unë fillë, kam punu gjithmonë në kantierin të tane, kam fillu punë në 1936, kantieri. Qa punë e bëj aty? Aty fillimisht punëtorë. Ma vonë, ka qeni zetë në boshta. Pa. A ishte shepi oficinës. Atere, shumë ato boshin ligjën. Vite vazhdimisht aty, më shifte mu, edhe një shokun tem, edhe atë Gjorgje qushin. Sa mërquna, tha, kështu do punon ju, tha, tuk e bajtë sa dru, tha, dërrasa, tha, qoha më një qok një. Që të bëjmë një dhesh? Tha, ju pëlqen, tha, me punon me ganitë. Por, tha, a roga, tha, ma e vogël që sa këtu, tha. Dhe me kokën tonë nuk mund të shumë gjanë, në thamë babë shumë kështu. Po që zanata ledë, shko atje dhe që zanati edhe papare, tha. Edhe marrë zanata. Motorishtë aty. Nimës aty, pastroshim, lashim ato begët e motorit. Kështu u mora një 3-4 vjetë. Po fillohu që ta njohë motorën, ta zmontoj, edhe me montu. Po që ishe në ato linjatorat, ato nuk në letë me kam pasë ustarë. Nese, sa vjetë punove në kantierë? 3 vjetë, se? Unë punova deri sa shkova ushtarë. Ushtrin ku e bërë ushtrin? Ushtrin e bënë në Tiranë, në Rëdhili. Ke bërë në Rëdhili? Aty njështë me shkollë me bashkollë dhe në spitali. Aty ka qenë ajo. Aty më bëna 2 vjetë ushtarë, erdha prapë, po në kantierë. Dhe fillova punë mirë. Si me ta dhe, me u pjeki qikë ma mirë edhe, sikur e kapëm atë, dhe me bëllë motorë vetë. Edhe punohë deri vonë, deri në punë.
Erdhi një krye. Tu të shi, ke Borova, si shkove ti? Kush të thatë që shkosh ke Borova? Te Kania Borova, kush të thatë të shkosh? Ke Borova unë? Ka ose mama. Jo. Në rova punën. U futa korrier ke policia portit. Aha. Krau në majtë ka qenë policia portit. Aty ishe një kapten. Mirë po ai kapteni, sikur mi thirë. Kalamama ishin këso, dishe ja 5 fjallë italisht. Ishe kohë që po ikshi italian. Po. Që po ikshi italian. Edhe mate aty tavolinë mos, si përcys. Po, me ato fjallët, ku të ikni, ku shje, si ke jemi, si ke mbjemi, që ishe italisht e ti dishe. Mirë po ke pa që u mërë që vesh. Aty punova, korrier punova një 2 vjetë. Nga korrier, aty më duket kam ikë ushtarë. Pre aty më sënej, kam ikë ushtarë. Po në ushtërin, edhe nuk më... Mirë, s'ka gjë, mos e vramë. Të shqipoj një pushim të vogël.